Kërkoi donacione për operacionin e shtrenjtë ndron jetë nga kanceri prezantuesja televizive dikur Miss Internacional. Prezantuesja e njohur televizive Raquel Escalante ka ndëruar jetë tragjikisht pasi luftoi me guxim me kancerin e qafës së mitrës për më shumë se një vit. Ish mbretëresha e bukurisë Guatemala së vdiq të premten nga dështimi i veshkave pasi bëri një lutje prekse për ndihmë financiare për ta ndihmuar në pagesën e operacionit të shtrenjtë. 28 vjeçaria u diagnostikua me sëmundje në shkurt viti 2024. Ajo ishte në pritje të një transplanti veshke në kohën e vdekjes së saj. Escalante ishte prezantuesja e njohur e Cuequilero dhe emisioneve të tjera të televizionit Azteca Guate. Në janar, ish Miss Guatemala International bëri një lutje me lot në sy për 88.000 ndjekësit e saj në mediat sociale duke kërkuar ndihmë për të paguar për operacionin e shtrenjtë të transplantit të veshkave. Ajo kishte dokumentuar udhëtimin e saj me sëmundje në Instagram. Në një nga postimet e saj të fundit në prill, ajo ndau foto joshse të vetes me mbishkrimin: "Unë nuk jam modele në këtë foto, unë jam një grua që ka përjetuar dhimbje, që është përballur me frikë dhe që ende zgjedh të vazhdoj të shkëlqej. Kjo jam unë, trup, shpirt dhe frymë në duart e Zotit", shkroi ajo.